Fondi Monetar Ndërkombëtar korrigjoi me rënje të ndjeshme projekcionet për rritjen e ekonomisë botërore gjatë këtij viti. FMN tha se lufta tarifore do ta zbresë rritjen ekonomike të botës në 2.8% në vitin 2025 dhe 3% në vitin 2026, me një ngadalësim të ndjeshëm nga 3.3% në 2024 dhe me një rishikim të qartë në rënje krahasuar me vlerësimet e mëparshme prej 3.3%. Ndonë se rritja e tarifave tregtare nga SBA do të ngadalësojë ndjeshëm rritjen globale këtë vit dhe vitin e ardhshëm, ekonomia botërore nuk do të jetë në recension, thot kryeekonomisti i FMN-s Pierre Olivier Ngurishas. Në prezantimin e projeksioneve të tij të reja, fondi nënvizon vështirësi në zhvillimin e skenareve koherent, duke pasur parasysh paqëndrueshmërinë e deklaratave për tarifat amerikane, të shpallura, të pezulluara dhe nganjëherë të rritura. Kryeekonomisti i FMN-s thot se perspektiva për rritje mund të përmirësohen menjëherë nëse vendet zbutin qëndrimin e tyre aktual për politikën tregtare dhe promovojnë një mjedis tregtar të ri, të qartë dhe të qëndrueshëm.